përmbajtjen e garave, për përmbajtjen e gjitha aktiviteteve në jetën kohë dallohen edhe aktivistë të ndryshëm. Edhe aktivistë që në jetën kohë kanë edhe një rol kyç në gjitha aktivitetet që i kishin për këtë vit, 2019. Është ndoshta një angazhim i madh, një koncentrim i madh, një djes, një mundi, në jetën kohë një paanshmëri që e ka tregu gjatë gjithë kampionatit. Ftojmë aktivistin e vitit, i cili u zgjon nga kryesia e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri, zotin Abdullah Abdullahu. Aktiviteti nuk është vetëm një veri që e ka Bilin, po ne gjithmonë edhe gjatë gjithë lojrave kemi pasur edhe njerëz që kanë japur edhe një kontribut jashtëzakonisht të rëndësishëm. Me mungesë të natyrave të ndryshme që janë shfaq gjatë kampionatit, është dallu me aktivitetin e vet dhe zoti që ka qenë kryesisht edhe vëzhgues dhe për aktivitetin e ligës, me vendim të kryesisë së ligës është zgjedhur të Çum Ramadani. Ju lutem zotit kryesor. Gjitha këto lojë, po të kishin vazhduar dhe ishin lujt parë në tërë, me siguri nuk e kishin edhe kuptimin e plot. Pavarësisht se referi është personi i cili ndan drejtësi. Edhe në jetën kohë ka dhe drejtën e ekzekutimit të shumë gjërave gjatë lojës. Kështu që edhe po të mangët që ishim dhe më thënë numerikisht, ata dhanë kontributin që na sodhe deri në këto momente solemniteti. I ftojmë refer Abdullah Abdullah gjendet atje, ftojmë Fuat Rexhepi, Fuat, për momentin mungon, Çamil Hyseni, Çamil. Kijk maar stuur. Ftojmë në kryetarin e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri, zotin Mejid Bislimi, që është një milionit të vëzërat të shpëndarë. Gjitha kampionatet dallohen edhe për veçoritë e veta. Edhe ky kampionat dallohet për disa. Por vlendi përmenim ato për shembull, cilat ishin çastet më të këndshme që ndoshta kanë ngel edhe në kujtesat tona, dhe janë goli më i bukur i kampionatit 2019. Po. Goli më i bukur, kuptohet. Ne për këtë rast i kemi dy golshënues, të cilat me gol jashtëzakonisht bukur kanë ekzekutuar golat hatashëm dhe i ftojmë Emir Tërmenika dhe Vincent Kuzhnini. Super në për çdo ligë dhe kampionat, edhe në tonën dikush dallohet edhe për mundësinë e lojës, cilën e luan ashtu si i përket futbollit, si i përket natyrës sportit. Edhe ka një emër veçantë, më thonë fair play. Ne kemi edhe lojtarë që ka qenë një kampionat fair play, pa marrë parasysh
Po prapë se prapë ka pas disa individ që t'janë dallu me aktivitetin sportiv të vetit. Edhe ata janë Lirim Ramadani dhe Zemun Deari. Lusëm ku janë lojtarët. Ka dhe disa veçori cilat i dallohen me kampionat, dhe disa lojtarë dallohen ndoshta edhe nga të tjerët. Do njëherë prin fati, po nga herë edhe aktiviteti. Ne kemi edhe një rreth, ndoshta është edhe specifik, parasysh se mungoj, pasi që u dënu. Diku 5 lojë, po prapë se prapë. Me angazhimin e tij, lojtari tregoi një sukses, dhe të njëjtën kohë është gënshënuesi më i mirë i ligës për kampionatin 2011, e ftoi Valmir Hanin. Me 26 pikë, 26 golla. Ne kemi edhe lojtarë moshave të ndryshme. Gjithë janë domethënë një moshë 15, 16, 17, 18, mbi 30. Ne kemi edhe lojtarë faktikisht aktiv që janë edhe të moshës mbi 20 vjet që lojnë. Domethënë më tepër se 20 vjet lojë aktive. Kurse sot, në bazë të komisionit të ligës, ne kemi veçuar një djalë, cili ka luan ferr, luan pastër, edhe kanë një perspektivë. Shumë për ju kanë perspektivë në këtë sport, në futboll. Po prapë se prapë, ndoshta shumë të tjera dhe meritojnë këtë titull, ftoi Mergimi Strefin, si lojtar me një perspektivë për vitin 2011. Nëse ju pyes juve në për tribina atje se kush ishte portieri i vitit, me siguri dikush do të ketë. Pascal Ranci, kuptohet. Ka dhe lojtar, ju që bëjnë vetëm futboll mirë, për të jetën kohë dhe janë organizatorë të lojës mirë. Përndet pastaj. Po që dallojnë edhe me organizimin e lojës, edhe njëjtën kohë kontrollit në lojë që e ka. Edhe për lojtarin i cili, jo vetëm që ishte aktiv gjatë futbollit lojës, po dhe njëjtën kohë që ndihmoi edhe bashkë lojtarët e vet dhe u shpall si lojtari i vitit, ftojmë edhe kapitenin e ekipit të Lautës, zotin Lulzim Brejku.
gjitha këto organizime të lojtarëve.